kohë që informacion nuk i shkon siç është, sepse ai personi që quhet servil ose ja më mirë shefit i thot, "An rregull, he mos e bëjnë kot se sikush." Dhe kështu kryo pagreci dhe kompania ik. Dhe s'ke nevojë, duhet të qenë sa më realist sa më i ftoftë kaq, dy fjali, mos zbërtisni me argumenta, iku, kalë tjetri, a unë do t'ja mësoj moderimin. Jo, nuk moderimin ke vetëm këto moderim se po. Tu e përdor opinion, pra e bollta, se gjë pra të gjosh ti. Moderimin i thon moderimin e ka këtu, do të thosh moderimin ti. Tu moderosh një herë ti ma ushem. Moderimi tek tema tjetër. Kalojmë te tema tjetër. Pas 4 vitesh bashkëjetesë në një marrëdhënie ku gjëra duket sikur funksionojnë mirë, por emocioni ka humbur, Albi ndjen konsumimin e lidhjes dhe i propozon Xulias një lidhje të hapur si një mënyrë për të shmangur tradhtin dhe për të rikthyer emocionet. Xulia nuk e pret mirë dhe fillimisht lëndohet, por me kalimin e kohës ajo pranon. Të dy e konsiderojnë një pjekuri emocionale. Ata vendosin rregulla strikte ku përfshihet transparenca totale dhe asnjë ndikim emocional me të tjerët. Fillimisht duket sikur po funksionon dhe marrëdhënia po ringjallet. Albi ndihet i lirë pa u ndier fajtor, por kur edhe Xulia nis me eksperiencat e saj me persona të tjerë, Albi fillon të ndiejë boshllëk, xhelozi dhe pasiguri. Ai fillon të pyes më shumë, të kërkojë më shumë siguri nga Xulia, duke dyshuar se ajo po shkel rregullat e paktit të tyre. Ai fillon të kuptojë se ajo që për të ishte një eksperiment, për Xulian ishte një çlirim. Kështu ai propozon ta mbyllin lidhjen e hapur dhe të kthehen si më parë, por Xulia refuzon. E jo sepse ka diçka tjetër, por sepse nuk ndihet më e lidhur si dikur. Ajo thotë se tani e di që nuk ka nevojë për këtë lidhje për të ndjerë mirë. Atëherë kjo ishte historia e dytë, edhe pyetja ose teza që do të ngrihen janë jeni pro apo kundër lidhjeve të hapura. Këtu kemi divanin pro dhe këtu kemi divanin kundër. Dhe prap polemisi. Okej, këtej sa vjen edhe nuk e di sa do mbaj ai divanin. Ai divan mua nuk do më mbaj kurrë sot në këtë episod. Unë të pikë pasjet kundër të gjithjesht ulëm. Mirë, historia ishte një histori me shumë detaje, po Klea. Po, është okay, mund të pozicionohesh. Historia ishte një histori me shumë detaje, uroj që të keni qenë të gjithë të vëmendshëm. Absolutisht. Kështu që skena është e juaja. Tu mendoj se në këtë marrëdhënie ka qenë problemi emocional, edhe nuk mendoj që liria seksuale mund ta zgjidhte problemin që ishte emocional. E thjesht këtë gjë mendoj që Xulia ka kuptuar në fund. Flori? Tani unë mendoj që lidhja e hapur nuk është një zgjidhje, aq më tepër te ky rasti konkret që më dhe, që Albi mendonte se donte një lidhje të hapur dhe kur pa që partnerja e tij po bënte po ashtu një lidhje të hapur, tregoi që kishte ca shenja xhelozie akoma. Pra, për mua Albi ishte thjesht një narcis i cili donte të kishte shumë femra dhe femra e tij mos kishte asnjë tjetër. Okej. Grupi? Unë bie dakord me Julin me atë që tha, në rastin e të dy personave problemi ishte midis tyre të dyve në mënyrën emocionale. Por kur them që janë pro lidhjeve të hapura, e kam në sensin që për mua monogamia është normë kulturore shoqërore dhe nuk është ligj natyror, nuk është e përcaktuar, nuk është e vulosur që kështu do jetë dhe kaq, kupto? Ke njerëz që janë monogam, ke njerëz që janë lidhje, janë përfunduar tërcimër sepse kanë pas probleme të tjera. Unë mendoj që në lidhje të hapur, nëse të dy personat bien dakord dhe e kanë bazën super steady, do të thonë të qëndrueshme të fortë, dhe bien dakord që shiko, ti bëj këtë, unë bëj këtë, po prapë prapë dashurinë e kemi, do të qëndrojmë bashkë dhe kaq. Kjo është shumë okay për mua. Në rastin kur njëri është i paqëndrueshëm dhe tjetri është i qëndrueshëm, atëherë normal që s'do ketë përfundim të mirë. Okej. Shembulli që mori që tha monogamia nuk është bazë, mendoj që është bazë, se edhe fillim fare kur njëri është jo Adami dhe Eva, jo Adami dhe Flori, të lutem. Po një sekond, më falni një sekonda, si mund të kalojmë tash në bazë. Po se kështu Adami dhe Eva. Jo pra, jo. Adami dhe Eva. Adami dhe Eva. Po mos ekzistojnë fare. Ora ti ku Një moment. Unë mendoj që njeriu është krijuar për të qenë një njeri i lidhur me një njeri. Kështu ka krijuar natyra që në fillim. Nuk është krijuar një njeri me 7 gra apo një grua me 7 burra, kështu mendoj. Okej, Aldi. Unë mendoj, duke qenë se unë jam një njeri shumë tradicional, dhe mendoj familjen si gjën më kryesor të njeriu. Për shembull, kur shkoj në shtëpinë time dhe shkoj shoh mamin, babin, nuk ka se shkoj shoh mamin dhe babin që kanë marrëdhëniet e veta të hapura dhe dal në rrugë shoh jo i person që e ka pas një bab, jo diçka që e ka pas mami. Unë besoj te ajo gjë tradicionale, ti përderisa krijon një marrëdhënie me një person si seksuale, si shpirtërore, ti do të jesh me atë person. Unë mendoj se kjo gjë që ato duan të kenë vetëm
du të kenë vetëm marrëdhënien seksuale, besoj se marrëdhënia hapur pak a shumë kjo, mos kërko llogari veç kur du mu tako, na kupto. Për mendimin tim kjo është më shumë gjallë seksuale se sa diçka shpirtërore, sepse me fal realitetin o vlla për kata do zemra, jo ça botën e ça token edhe me atë person përfundon edhe nuk ke sy për dika tjetër, kaq kish. Atëherë arsyeja pse unë jam kundër marrëdhënieve të hapura është një fakti që për mendimin tim marrëdhënia seksuale është shumë e shenjtë dhe është shkëmbim energjie. Ti nëse e do vërtet partneren tënde, ti nuk e thua fare këtë si opsion që ne do e bëjmë të tjera dhe bashkë do jemi akoma të lidhur. Fakti që Albi e kërkoi këtë gjë do thotë që lidhja e tyre nuk ka shkuar si duhet dhe sipas shprehjes time që kur e bëre të pëlqeu, atij i pëlqeu vet dhe nuk i pëlqeu kur partneri i tij po e bënte me të tjerët dhe shkaktari kryesor i kësaj gjëje është Albi. Okej, Artemisa pastaj Klea. Tani së fundmi, vitet e fundit marrëdhëniet e hapura, sidomos jashtë në Shqipëri ende nuk është bërë një trend, është një zgjidhje që njerëzit i japin marrëdhënies, martesës, lidhjes së tyre, sepse ndodh që pas shumë kohësh kur je bashk, ikën ai pasioni i fillimit, po them, në marrëdhënien seksuale. Dhe njerëzit gjejnë këtë zgjidhjen tjetër sepse unë sigurisht që partnerin tim e dua, e respektoj dhe e kam zgjedhur si njeriu që unë dua të kem për gjatë gjithë jetës. Ju lutem shumë me këto ndërprerjet. Por nga ana tjetër, në qoftë se ikën pasioni në marrëdhëniet seksuale, kam zgjedhur njerëzit që të kenë si opsion martesat e hapura. Tani, jo prit. Në Shqipëri është futur së fundmi dhe sidomos shumë çifte në showbiz kanë zgjedhur që martesat e tyre t'i kenë të hapura. Sepse mbase vetëm për të kamufluar këtë çiftin perfekt, marrëdhënien perfekte që i ka ikur pasioni, por përshtaten me njëri tjetrin në aspekte të tjera, ata kanë zgjedhur që të kenë marrëdhënie të hapura, të kryejnë marrëdhënie me njerëz të tjerë, por të jenë bashkë për figurë dhe për një familje të bashkuar. Tani, unë realisht mendoj që njeriu si qenie është poligame dhe monogamia është një premtim që me kohën ti i bën partnerit tënd, sepse gjithashtu njeriu është qenie territoriale. Dhe nëse ti e nis një marrëdhënie monogame dhe pastaj do të kalosh në poligami, sepse nuk ndihesh i mbushur nga marrëdhënia monogame që ti zgjodhe vet, nuk është që problem. ju premtove atij njeriu, është problem të kalosh nga monogamia në poligami. Kundër përgjigjes se kanë thënë 5 veta, kundër një. E para desa tham fillim fare që nuk është ligj natyre, është akt shkollor, normë kulturore etj. Më përpara normë kulturore ka qenë martesa, është edhe fakti që mos kryen krime etj me radhë, se nëse do kryeshin këto dhe ka ndodhur që më përpara vjedhja që zgjeshin për shpellat për kudi unë, mund të akoma dhe nuk do ishte një shoqëri normale, do ishin shpellar të gjithë akoma. E para, e dyta. Po krahason krimin dhe këtë me thjesht lidhje të hapura, që nuk është rasti. Njerëzit që promovojnë lidhjet e hapura për mua janë imoral dhe duan të prishin shoqërinë. E para dhe e dyta. Nëse dikush, unë kur lidhem me një person, lidhem sepse e dua për njeriu që është, sepse respektoj për njeriu që është, sepse më pëlqen seksi etj me radhë. Në momentin e parë që mua një nga këto nuk më pëlqen më ose nuk e dua më mjesë të ndahem të shoh këtë dua unë, sa të thua, jo, unë të dua të respektoj, por do shkoj ka më dali përpara. Por ne i bashkë akoma prapë. Shoqëria, Aldi më dha fjalën mua Aldi. Shoqëria sipas meje nuk kërcënohet nga fakti që e zëm misi do të shkojë, është e martuar, do të shkojë me dikë tjetër duke rënë në pakt me partnerin një sekond. Dhe pastaj, Fatosi tha, për mua është e shenjtë marrëdhënia seksuale. Aldi tha, unë kur shkoj në shtëpi kështu, folën për secili për veten e vet. Unë flas në përgjithësi. Unë duke marrë parasysh që dikush tjetër ka zgjedhur të shkojë me dikë tjetër është komplet zgjedhja e tyre. Për mua unë mund të kem komplet super morale të ndryshme, bindje të ndryshme, por nuk bie një sekond, po nuk bie dakord, nuk po flasim për temën në përgjithësi, e kupton? Kështu që unë nuk mendoj që është kërcënuese për shoqërinë, fakti që dikush do të bëj seks me dikë tjetër. Prit. Dhe për mua është egoiste që ti të presësh nga dikush që ti të plotësoj të gjitha kushtet, se pra ne ke divorce etj. Ti mund të presësh nga dikush sapo e ke njohur ose ke 3 vite, po pra përshtatesh, po nuk ti plotëson të gjitha pra. Dhe prandaj më mirë më ti ndau ato do bëj lidhje të hapura. Kalojmë tek Juli. Kemi Juli. Ali Juli se jemi në 5 minutë në fund. Okej, e para nuk mendoj që njeriu është një poligame, nuk sepse e para njeriu nuk do kishte lindur me ndjenjën e xhelozisë, me ndjenjën e përkatësisë për pasur vetëm një person etj. Xhelozia është emocion që monitorohet nga vet, nuk është medalje besnikërie Juli. Është emocion që monitorohet nga vet ti. Nëse do ishte që
shenje poligame, nuk do... Nuk është shenjë medale besnikëria, Juli. Nuk është shenjë medale besnikërie. Nuk do dim Është emocion që monitorohet nga vetë ti si person. Ndërsa e dyta për atë që Artemisa ajo nuk shëndron fare se çiftet e showbizit që rrin Po bash. shumë e vërtet. Nuk janë çifte të hapura, thjesht janë divorcuar, i sekondë. Po, janë pak. Janë divorcuar, nuk kanë bërë publike. Kanë bërë thjesht pakt mes tyre. Jo, kanë martesa të hapura. Dhe më mirë të bësh pakt për martesa të hapura se të trahtojnë të dy pjesëtarët e çiftit, të trahtojnë njëri tjetrin brapa krave dhe t'ja bëjnë brapa krave. Gjash vetë apri herë. Letardi. Më falë, ku është ndryshimi i një marrëdhënie të hapur? Edhe një marrëdhënie që theti më mirë se me trahtu një tjetër. Kanë rënë dakord. Kanë rënë dakord, hajde ja ke përgjigje. Në logjik, në veprimtari e njëjta gjë. Jo, prit pak se po pyet mua. Nuk është tradhti. Hajde dëgjoje, pra e pyete. Dëgjoje. Po pa marrë pyetje. A e pyete, po një pyetje ke apo kundrëshon tradhtia për vjen Po, desi, çfarë po ndodh me ty sot? Ka pishu moksi. Ua, desi. Artemisa shkurt. Okej, Artemisa tha, ma mirë sa një marrëdhënie të hapur, se sa një marrëdhënie që njëri trahton tjetrin dhe tjetri trahton tjetrin. Po, sepse Ku ndryshimi këtu pyeta unë përveç se ato thjesht nuk e din. Në syrin e jashtëm është e njëjta gjë. Ai të fol me vete. Ai pyete. Të përgjigjet pra. Shiko, atëherë fakti që unë e di që partneri im do më ka marr leje në thonjza dhe unë i ka marr leje. Ore loj ta çoj më, ju talleni me mendimin e kupton? Vazhdo misti. Është më e ndershme që çifti ti marrë leje njëri tjetrit në thonjza dhe të kenë një martesë të hapur se sa të dy të zgjedhin t'ja fusin njëri tjetrit në brapa krave. Ja fusin një tjetrin. Për çfarë jepën vetëm dy zgjidhje? Për çfarë bëni vetëm Na bëri pyetje në Ju thoni, na bëri pyetje në burr. çfarë ka pyetja? Pyetja ishte, tradhtie, po pse na merr dy zgjedhje ju venosëm me dy zgjedhje? Të bëri pyetje mi dy gjërave. Ne këtë morëm. Jo ti që e venosëm ne dy. Vazhdo. Po jep dy alternativa, thua ose tradhto. Ore dai më. Po jo pra, jo, e dai, dy alternativa e dai. Artemisa. S'ka më prerë njëri kështu me një fjalë burr, prit, një fjalë kuptove çfarë do të them, me një fjalë kuptove. Prit të burr. Ka, ju po thoni, ose tradhto, ose lidhje e hapur. Ndahu o zotri, ndahu, nuk e do dikë ndahu. Lidhje e hapur, po e kaloni. Po e kaloni. Po e kaloni marrëdhënien intime sigurisht diçka. Një dikë do bëj seks me këto. Okej, s'ka asgjë të keq. Sigur po shumë mendor. Marrëdhënia intime është një nga pikat marrëdhënie, ndoshta më e rëndësishmja se është gjë më private që ka marrëdhënia. Dhe po ti kërkon ta bësh këtë gjë me njerëz të tjerë dhe nuk je i kënaqur, thjesht ndahu çdo rrugë. Kosti, po në përgjigje më burr. Po prit të burr ta marrë me dimë pastaj hyn një herë. Prit të burr që është normal fare, prit marrë burr. Marrë, ha. Vazhdo. Lidhja e hapur nuk duhet quhet fare lidhje, nuk është lidhje, thjesht diçka e hapur, diçka që hapen njerëzit, kot hapen nga trut dhe nuk janë rreth. Aty ku në përgjigje? Po ti ku në përgjigje më burr. Më ikën mendimi, më ikën mendimi. Dy personave. Më ikën mendimi. Po dy jemi gjithsej këtu. Ore Po hajde bëjmë bashkë bisedim me 6 veta. Pa tash i lutem. Shiko, unë nuk kam marrë tek ky divani që të them që jam kundër lidhjeve, domethënë kundër poligamisë. Nuk është se nuk jam kundër lidhjeve të hapura, po djali në fjalë nuk domethënë kërkoj lidhje të hapur, po me kushtin që unë do bëj seks me njerëz tjerë, po bëre ti seks me njerëz tjerë, unë do e kem problem. Jo, ai kërkoi lidhje të hapur dhe nuk e bëri lidhjen e hapur. Ky është problemi. Pikërisht pa një pyetje, aty bën një pyetje se po një sekond, ti përgjigjem, ma bëj pastaj, ti kundër përgjigjem pak. Flori tha që në një lidhje kur janë të ndahen, tha. Të ndahen. Në rastin e tillë, ajo që ka lidhjen e hapur nuk do të ndahet të burr. Ata e duan një tithe. Nuk një sekond, nuk duhesh te ndahu. Ata duhen, ka lidhje shpirtërore. Në lidhjen e seksit, siç tha Misi, nuk e gjej më një tjetër. Për ty është personale. Ti e cilëson marrëdhënie seksuale parësore, ata jo. Është zgjedhja e tyre. Dosi ma bëj pyetjen. Shkurt do e mbyll Xhesi. Një fjali kam. A ka mundsi njëri me fjalë thotë që unë gjatë një marrëdhënie time nuk ndjej, po a ka mundsi njëri bëj marrëdhënie time dhe mos ta ndjej atë që po bën, nuk ka shanse. Nuk ka shanse mos ta ndjej. Po pra është personale për ty. Është personale jotja, ti nuk e bën mekanikisht ai e bën, e kupton? Tërë të flasë. Thoni pastaj pse ndërpret. Në momentin që dikush propozon një lidhje të hapur, nuk e do më në asnjë lloj mendimi yt personal. A ta mbaroj unë? Fare.
fare, mos fol hiç, zero. Fakti që jepen shembull që ka vipa që bën të gjë, është akoma dhe më imorale se janë turpi i Zotit. E treta, njerëzit që thon që jo po we listen we don't judge, we judge. Super argument. Po lidhjet e hapura ja do ulëras episodin tjetër. Do më dali rryli fytit to se s'kan fol fare se I bëni lidhjet e hapura. Jeni 6 veta, jemi 6 veta, jemi 2, jemi 6 veta, Hajde, tung. Mirë, do të kalojmë tek tema tjetër, tani dhe tema e fundit për sot. Tema e tretë e fundit është ekspozimi ndaj reality show-ve është një argëtim apo një ndikim I rrezikshëm. Pro, ata reality show janë vetëm një argëtim dhe kundër jo, ata janë një ndikim I rrezikshëm në shoqërinë tonë.